Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Allahun e lartësuar e falenderojmë dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të ndershme, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit. Jemi në kapitullin e tauhidul uluhiyya, tauhidit të adhurimit, veçimit të Allahut të lartësuar me adhurim, me ibadete apo me veprat e robërve me të cilat i drejtohemi Allahut të lartësuar. Dhe baza e radhës për të cilën nuk ka dyshim tek ehlusuneti është se ibadeti, adhurimi të cilin ja bëjmë Allahut të lartësuar, ehlusuneti e bën me bil hubbi wal khawfi wal raja. Ibadetin të cilin ja drejton ehlusuneti Allahut të lartësuar ja bën me tre gjëra. Pra, në atë ibadet besimtari i ka tre gjëra i ndjen në zemrën e tij kur ja bën ibadetin Allahut të lartësuar. E para është el hub, dashuria e Allahut të lartësuar. Pra, ne e adhurojmë Allahun e lartësuar me dashuri. Mirë po, e adhurojmë vetëm me dashuri? Jo, pos kësaj e adhurojmë me frikë respekt prej tij. Frikohemi prej tij sepse e dim se veprat tona janë të mangëta. Pra, në momentin kur ti e bën ibadetin Allahut të lartësuar, e ke dashurinë ndaj atij për shkak të mirësive të mëdha që me të cilat ka begatuar, po ashtu e ke frikën prej tij për shkak se e din mangësinë tënde, i din tmetat tuaja dhe e ke shpresën në të. Dhe e treta është shpresa, ar-raja, shpresa në Allahun e lartësuar, sepse e din se ai është dhunti i madh, se ai jep shumë, se ai fal mëkate, se ai është fisnik, bujar. Pra, ehlusuneti e adhurojnë Allahun e lartësuar me këto tre gjëra: me hub, dashuri, me khauf, frikë dhe me raja, shpresë. Dhe kanë thënë më herët dietarët e selefit: men abada Allaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindik. Kush e don Allahun e lartësuar vetëm me dashuri, ai është zindik, ai është jashtë fesë, apo ai është dervish i devijuar. Dhe këtu e shohim një gabim i cili përhapet në mesin e sufive, të cilët thonë, dhe kjo është shumë e njohur tek ata, thonë: o Zot i madh, nëse unë të adhuroj ty për ta fituar xhenetin, atëherë mos ma mundso asnjëherë të hi në xhenet. Dhe nëse unë të adhuroj ty për të larguar prej xhehenemit, atëherë më dëno me xhehenem. Mirë po dije o Zot se unë të adhuroj ty vetëm pse të dua, sepse ti je Zoti im. Kjo është gabim. Allahu i lartësuar na ka nxitur me xhenet dhe na ka tërhekur vërejtjen, na ka parandaluar prej mëkateve me xhehenem. Dhe kjo është metodologjia e pejgamberëve. Janë friksuar prej dënimit të Zotit, kanë shpresuar në mëshirën dhe shpërblimin e Zotit, pos dashurisë që e kishin ndaj Zotit. Thot Allahu i lartësuar për pejgamberët, ata thot na bënin ibadet me frikë dhe me shpresë. Ata thot na luteshin me frikë dhe me shpresë. Për pejgamberët e Allahut, kush mund të arrijë ndonjë derexhe më të lartë se ata? Mirë po, pos kësaj përsëri kanë pas frikë për Allahut dhe kanë shpresuar në Allahun e lartësuar.
kthehemi te kjo fjalë që e tham, pra kush e adhuron Allahun vetëm me dashuri, ai është zindik, ai është dervish, ai është i devijuar. Dhe kush e adhuron Allahun vetëm me frikë, ai është khawarij, edhe ai është i devijuar. Dhe kush e adhuron Allahun vetëm me shpresë, ai është murxhi, një grup prej grupeve të devijuara, po ashtu. Dhe ehlu sunneti e adhuron Allahun me dashuri, me frikë dhe me shpresë në të njëjtën kohë. Dhe Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, e ka përshkruar këto rukne të ibadetit tek ehlu sunneti në mënyrë shumë të bukur. Ai ka thënë, ibadeti i përngjan një zogut i cili fluturon. Dashuria ndaj Allahut i përngjan kryes së atij zogut, kurse frika dhe shpresa i përngjajnë krahëve të atij zogut. Dhe zogu nuk mund të fluturojë në mënyrë normale pos nëse i ka këto tre gjëra. Nëse e ka kokën, e cila është dashuria, nëse i ka shpresën dhe frikën, të cilët janë krahët e tij. Pra, adhurimi jot ndaj Allahut të lartësuar nuk mund të jetë si duhet, pos nëse i ke me këto tre gjëra, me frikë, me shpresë dhe me dashuri ndaj Allahut të lartësuar. Dhe kjo është bazë prej bazave të ehlusunetit, se ata e adhurojnë Allahun me dashuri, me frikë dhe me shpresë. Kush e adhuron Allahun vetëm me dashuri, ai është sufi dhe dervish i devijuar. Kush e adhuron Allahun vetëm me frikë, ai është khawarij i devijuar. Dhe kush e adhuron Allahun vetëm me shpresë, ai është murxhi i devijuar. Besimtari duhet të jetë në mes këtyre gjendjeve. Ta duaj Allahun subhanahu wa taala, të ketë frikë prej tij dhe të ketë shpresë në të. Frika prej tij vjen për shkak se i sheh mangësitë e veta. Shpresa në të vjen për shkak se e din se ai është mëshirues, se ai është bujar, fisnik. Dhe dashuria ndaj tij vjen për shkak se i sheh mirësitë e mëdha me të cilat ai na ka begatuar. Me kaq po e përfundojmë, mbeteni të përshëndetur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.